Ta kemi dje një reagim për i presidencës që ka shprej gatishmëri për me u taku. A mendoni që duhet me caktu LDK një datë me qenë se ka qenë e para që ka dhënë këtë? LDK ka dhënë iniciativë, por s'është për protagonizëm. Por nëse edhe partitë tjera do ta bëjnë një organizim të tillë, le ta bëjnë. E rëndësishme është të ketë gjithë përfshirje dhe presidentën, natyrisht. Por mbi gjitha çështja thelbësore është substanca e takimit. Për çka po takohemi? Pra po takohemi për të dhënë zgjidhje apo po takohemi për të vazhduar këtë cirk politik që po ndodh tani? Fatkeqësisht partitë politike vazhdojnë të qëndrojnë pozicione që na sjellin çdo 48 orësh. Dhe ndonse dua të kuptoj pozicionet e tyre janë më tepër dëshirore. Duhet të jemi të sinqertë me qytetarët e vendit, askush nuk e ka shumicën sot në Kosovë. Dhe me qenë se askush s'e ka shumicën dhe s'mund ta bëj shumicën, le të ulemi gjithë bashkërisht, le të bëjmë një zgjidhje. Ne kemi dhënë një propozim. Ky propozim mund të mos jetë më i miri, por është i vetmi realist sot në Republikën e Kosovës. Nëse partitë nuk e dojnë një propozim të tillë, le të vazhdojnë të mblidhen me këto 48 orë e tallemi me qytetarët e Kosovës. Edhe diçka du të them. Është mirë që askush mos flas për votat e LDK-s. Por këta kemi qartë. Kushdo që e propozime dhe brenda atyre propozimeve ka votat e LDK-s, pa zërin dhe arsyeën e LDK-s, pa vendimin e LDK-s, është duke bërë një mashtrim publik. Askush në Kosovë sot nuk e ka shumicën. Kjo është e vërteta. Prandaj kemi dalë me propozim të hapur, ftesë të hapur partive politike që të kenë rezon, të ulemi dhe të kapërcejmë këtë gjendje. Nëse janë të gatshëm, këtu jemi. Nëse nuk janë të gatshëm, do të vazhdojmë me këtë. Kush po flet për votat e LDK-s edhe eventualisht nëse presidenti ja cakton një datë, do të jeni pjesë e një diskutimi? Ne kemi bërë thirrje për gjithë përfshirje, çdo takim gjithë përfshirës është vazhdimësie e idesë sonë. Prandaj natyrisht po, se ne nuk mund të bëjmë ftesë për gjithë përfshirjen në një anë më pas të refuzojmë një facilitim. Edhe një herë, nuk është breng ajo protagonizmi, nuk e kemi atë breng. Pra bën të thasë dhe dikush tjetër, bën të marrë iniciativë dhe dikush tjetër. Ne kemi lansuar një ide, pra substanca është me rëndësi. Çka po bëjmë pas gjendjes së tanishme? Pas opsionit juaj, kemi marrë përgjigje të partive tjera. Kemi parë publike janë, tani në këtë rrethon vazhdojmë të presim rezon politik për të kapërcyer këtë gjendje. Edhe një herë po themi, ideja jonë mund të mos jetë më mira, por është vetmja në tavolinë, në diskutim publik, është gjithë përfshirëse, është besa dhe sa më parë, sa më mirë. Qa bëm sot? Unë mbledhëm edhe një herë pas 48 orësh për të përsëritur skenarin e njëjtë, si një ka Stefani Prishun, edhe për të tallë me një vend tonë. Çfarë zgjidhje është kjo? Dhe më pas në mënyrë dëshirore flasim se ne e bëjmë shumicën. Askush se ne bën shumicën sa në Kosovë. Kjo është ngërçi politik për cilin po flasim. Prandaj duhet kemi rezon për dalë nga kjo krizë. Në një kohë për zgjedhje, dhe marrëveshja gjithë përfshirëse flet për zgjedhje. Pra ne po flasim, po bëhemi bashkë për të marrë me vesh edhe për zgjedhje. Po para zgjedhjeve le të kemi një gjithë përfshirje, një qeveri tranzicionale që mirëme me disa çështje bazike. Le të mirëme me një agjendë specifike, le të mirëme me çështje ekonomike, le të mirëme me çështjen e rrymës, le të mirëme me çështjen e çmimeve, le të mirëme me çështjen e interesit nacional për Republikën e Kosovës. Le të akordohemi për gjëra që pajtohemi. Për gjëra që spajtohemi të lëmë anash. Alternativa kësaj është vazhdojmë kështu siç po bëjmë, e shihemi të dielën e më pas të martën, e ditëve tjera por pas një rezultat. I presim kurdo që janë parti tjera, LDK-ja tashmë shfutur në procesin e organizimit të zgjedhjeve lokale sepse kohë për të humbur s'kemi.